Kryepiskopi i Shqipërisë Forlumturia e Tij Joani zhvilloi një vizitë në Patriarkanën Ekumenike të Konstantinopolës. Kjo tregoi lidhjen e ngushtë shpirtërore dhe kishtare mes Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe Patriarkanës Ekumenike. Kjo e fundit ka luajtur një rol kyç në historinë e Kishës së Shqipërisë. Në vitin 1937, gjatë kohës që kryepiskopi ishte i ndjeri Kristoforkisi, Patriarku Ekumenik Venjamin i dha tomosin e autoqefalisë Kishës së Shqipërisë, duke njohur kështu autonominë kishtare dhe administrative të saj si një njësi e pavarur kishtare. Pas regjimit të errët komunist ishte përsëri Patriarkana Ekumenike që qëndroi pranë Kishës son, duke dërguar këtë herë birin e saj të zgjedhur, kryepiskopin Anastas, se drejtonte një kishë të rësisht të rrënuar, gjë të cilën e krijoi me përkushtim deri në fund të jetës. Rrugëtimi vazhdon, menjëherë pas pak muajsh nga zgjedhja e tij si kryepiskopi i Shqipërisë, Forlumturia e Tij Joani zgjedh rrugën që kisha i kishte mësuar, viziton Patriarkanën Ekumenike. Vizita e kryepiskopit Joan në Konstantinopol, që përfshin lutje, takime me Patriarkun Vartolome dhe vizita në kishat historike si Shën Sofia dhe Manastiri Horës, konfirmoi dhe rinovoi edhe një herë lidhjen e kishës shqiptare me fronin patriarkal. Me këtë vizitë, kryepiskopi i Shqipërisë theksoi rëndësinë e unitetit të ortodoksisë dhe vazhdimsinë e traditës që na lidh përtej kufive gjeografik dhe kombëtar, duke mbajtur gjallë mesazhin e besimit dhe dashurisë në Krishtin Jezu.